Shumë për prezencën tuaj, atëherë si që ishte kërkesë e grupit ton parlamentar që sot mos procedohet tutje për votim kandidimi i zonjës Albulina Haxhiu, kryetares në ardhje të Kuvendit të Republikës së Kosovës për arsye të deklarimeve të grupeve politike në raport me procesin e votimit. Më lejoni të ritheksoj edhe një herë. Votimi për kryetaren e Kuvendit, nën kryetarët e Kuvendit, është votim i cili kërkon pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës. Për dallim nga qëndrimi politik, apo mbështetja, apo mos mbështetja, apo refuzimi për të marrë pjesë në votim për qeverinë e cila i propozohet Kuvendit dhe mandatarin, votimi për kryetaren e Kuvendit dhe nën kryetarët është votim i cili është obligimi të gjitha grupeve parlamentare. Në situatën aktuale, ashtu siç po deklarohen grupet parlamentare politike të opozitës deri tashme, i bie që menjëherë pas arritjes së një shumice që kërkohet për zgjedhjen e kryetares së Kuvendit me 61 vota për, atëherë ne si grupi më i madh parlamentar kemi forcën që të bllokojmë apo numrat që të bllokojmë zgjedhjen e nënkryetarëve. Për arsye se menjëherë janë edhe dy votime tjera. Është votimi për nënkryetar të Kuvendit me 61 vota për të deputetëve të Kuvendit të Republikës dhe pastaj votimet e nënkryetarëve veç të dy grupeve jo shqiptare parlamentare, gjithsesi grupit të komunitetit serb dhe grupit të komuniteteve tjera jo shumicë në Republikën e Kosovës. Do të gjitha ata, dhe para meje ishte këtu drejtuesja e grupit paktën e deklaruar parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zonja Bajrami, që tha duhen konsultime politike. Por Lidhja Demokratike e Kosovës ka kthyer përgjigje negative në atë proces, në procesin e konsultimit politik. Dhe ajo letër që i ka shku Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë për formimin e institucioneve, gjë të cila tani në proces ka ngecë. Do të thotë ne nuk i kemi asnjë qëllim që ta bllokojmë formimin e Kuvendit, gjithsesi konstituimin e leadershipit kryetares, nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës. Por me këto qasje, të cilat në mënyrën se si po tregohen ose po barikadohen nga partitë tjera parlamentare, me të vërtet duhet të dakordohemi me një temë tjetër. Të thrasim të gjitha grupet politike, të konstituojmë Kuvendin dhe të dakordohemi që me 80 vota e shpërndajmë menjëherë Kuvendin dhe shkojmë në zgjedhje tjera. Do me thënë në rrethonat aktuale dhe deklarimet aktuale, kjo duket se zgjedhja më e afërt dhe më e pranueshme. Kështu ashtu kemi pasur vetëm deklarimin dhe ofrimin bile edhe të datave potenciale të kryetarit të Partisë Demokratike, zoti Memli Krasniqi, për ato se kur vendi mund të shkojnë zgjedhje tjera parlamentare, prandaj shumë e thjeshtë. Ne nuk jemi të interesuar që kjo bllokat vazhdoj. Nuk jemi të interesuar sipas disa teorive që duam t'i bëjmë zgjedhjet së bashku, lokale dhe nacionale. Nuk jemi të interesuar që ta shtyjmë këtë situatë pafund deri në zgjedhjen e presidentes. Do të thotë asnjë nga këto skenare nuk është valide. Valide do të ishte sikur kishte vullnet minimal të grupeve parlamentare tjera të tregonin se do ulen dhe do e kalojmë këtë ngërç për zgjedhjen e kryetares së Kuvendit dhe pastaj ne njëjtë do votojmë nën kryetar të Kuvendit. I njëjti numër i votave kërkohet, si për kryetaren e Kuvendit, si për nën kryetarët e Kuvendit. Do thotë nuk ka dallime midis mbështetjes në numrin e deputetëve. Për arsye se ju e dini, kemi pasur situata mjaftueshëm deri më tani ku është kërkuar shkarkimi në disa raste i nën kryetarëve të Kuvendit, ku duhen 2/3 e deputetëve të Kuvendit. Prandaj ky është votim shumë specifik që kërkon edhe me interpretimin e gjykatës kushtetuese pjesëmarrjen e gjithë deputetëve në votim, do të thotë nuk ka mos pjesëmarrje në votim, duhet për abstenim ose kundër të jenë aty. Situata është shumë e qartë. Nëse pas 2 dite grupet parlamentare, gjithsesi partitë politike, kanë një reflektim, ne shumë thjesht mund të konstituojmë në tërësi Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të kalojmë te pika tjetër që është votimi i qeverisë.